E pazakont kapet peshku i rrallë me dhëmë me buzë të njeriut. Një peshkatar adoleshent nga Malezia ka kapur një peshk shumë të çuditshëm dhe foton e kësaj krijese e ka postuar në rrjetet sociale, e cila ka shkaktuar shumë zhurmë dhe habi. Peshku shihet se ka dhëmë dhe buzë si të njeriut. Shumica e njerëzve mendonin se kjo foto ishte Photoshop dhe se një peshku i tillë nuk ekziston. Por mediat lokale në Malezi tregojnë se kjo foto është e vërtetë dhe se ekziston një peshk i tillë në këtë vend.